Dëgjo mund të lexosh të gjitha librat, të shikosh të gjitha videot dhe t'i thuash vetes 1000 herë që e do veten, por nëse nuk e kupton këtë, dashuria që kërkon gjithmonë do të mbetet e paarritshme. Sot nuk po të jap teori, po të jap çelësin që askush s'të ka treguar, çelësin që zbuloi Carl Jung, çelësin që do ta ndryshoj përgjithmonë mënyrën si e sheh veten dhe të tjerët. A je gati ta zbulosh? Nëse je këtu, në thellësi e ndjen që ka më shumë. Nuk ka të bëjë vetëm me pranimin e hijes tënde apo balancimin e energjisë tënde. Ka të bëjë me integrimin e këtyre koncepteve në jetën tënde në një mënyrë që ndryshon diçka në të vërtetë, dhe pikërisht këtë do të përjetosh sot. Në fund të këtij videoje, nuk do të kesh vetëm një kuptim më të thellë të arsyes pse e ke pasur të vështirë të ndihesh i dashur, do të kesh gjithashtu një strategji të qartë dhe të zbatueshme për të transformuar në mënyrë themelore marrëdhënien me veten dhe rrjedhimisht me të tjerët. Kjo nuk është thjesht teori, është veprim. Marrëdhëniet e tua nuk janë të rastësishme. Ajo që të tërheq ose të shtyn të tjerët është një pasqyrim i asaj që mbetet e paqartë brenda teje. Mendo për personin e fundit që të shkaktoi emocione të forta, qofshin dashuri apo frustrim. Ai person është më shumë se thjesht dikush që kaloi rastësisht në rrugën tënde. Ndoshta ndihesh i tërhequr nga njerëz që të bëjnë të ndihesh i pasigurt, ose të nervozojnë ata që shfaqin cilësi që nuk i ke pranuar te vetja. Sot do të mësosh si ta përdorësh këtë pasqyrë për të identifikuar cilat pjesë të vetes tënde të brendshme po kërkojnë vëmendje dhe shërim. Sepse derisa ta bësh këtë, do të vazhdosh të kërkosh dashuri në vendet e gabuara. Pyetja e vërtetë nuk është pse sillet kështu ky person, por çfarë po më tregon ky person për veten time? Ky parim i pasqyrës në marrëdhënie është më i thellë se sa duket. Kur dikush të shkakton një reagim emocional të fortë, po përjeton një projektim të hijes tënde. Vëzhgo modelet që përsëriten në marrëdhëniet e tua, a tërhiqesh vazhdimisht nga njerëz me cilësi të ngjashme, apo shmang njerëz të caktuar në mënyrë të përsëritur? Të dyja janë sinjale që zbulojnë diçka për botën tënde të brendshme. Emocionet që ndjen ndaj të tjerëve, qoftë tërheqje e thellë apo refuzim intensiv, janë dy anë të së njëjtës medalje. Të dyja zbulojnë diçka për vetveten. Nëse dikush tërheq vëmendjen tënde në mënyrë të parezistueshme, pyet veten çfarë admiroj tek ky person. A mund të jetë se ata mishërojnë cilësi që ti ende nuk i ke zhvilluar apo shprehur në veten tënde? Ndoshta je i fascinuar nga spontaniteti i dikujt sepse ti jeton një jetë shumë të strukturuar dhe të kontrolluar. E njëjta gjë vlen për refuzimin. Çfarë më shqetëson saktësisht tek ky person? A mund të ndodhë që ke të njëjtën cilësi, por e shtyp ose refuzon ta pranosh? Ndoshta arroganca e të tjerëve të nervozon sepse, thellë brenda teje, përballesh me ndjenja e përsie që nuk do t'i pranosh. Ky nivel vetdije është i fuqishëm, por kërkon ndershmëri të plotë me veten. Duhet të jesh i gatshëm të shohësh pjesët e vetes që i ke fshehur nga vetdia jote. Por në këtë realizim fillon shërimi i vërtetë. Njerëzit që të sfidojnë më shumë janë shpesh mësuesit e tu më të mëdhenj. Personi që të frustron më shumë mund të jetë ai që po të tregon plagët më të thella të paqarta. Këto takime nuk janë rastësi. Ato veprojnë si shenja për rritjen tënde personale. Këta individ shërbejnë si pasqyra karmike që reflektojnë pjesë të pavetdijshme të vetes. Derisa ta kuptosh këtë, do të vazhdosh të tërheqësh të njëjtat lloj marrëdhëniesh her pas here derisa të mësosh mësimin. Dhe mbaj mend, ashtu siç të tjerët janë pasqyrë për ty, edhe ti je pasqyrë për ta. Reagimet e tyre ndaj teje shpesh pasqyrojnë betejat e tyre të brendshme. Kur e kupton këtë, mund të reagosh me më shumë dhëmbshuri dhe ekuilibër emocional, në vend që të reagosh në mënyrë mbrojtëse ose agresive. Kjo vetdije nuk ndryshon vetëm marrëdhëniet e tua, ajo transformon gjithë jetën tënde. Sepse kur kupton që bota e jashtme është thjesht një pasqyrim i gjendjes tënde të brendshme, fillon transformimi i vërtetë. Dhe ai transformim fillon me ty. Qëllimi i vërtetë i këtij procesi nuk është thjesht të njohësh modelet, por t'i transformosh ato.
Kur kupton se cila pjesë e vetes po pasqyrohet në një marrëdhënie problematike, mund të fillosh ta shërosh duke integruar me vetdije aspektet e shtypura ose të pazhvilluara. Si rezultat, marrëdhëniet e tua do të ndryshojnë natyrshëm. Ky proces integrimi ndodh gradualisht. Mos prit rezultate të menjëhershme. Vëzhgo reagimet e tua si një shkencëtar kurioz pa gjykim, por me interes të sinqert. Me kalimin e kohës, do të vëresh se njerëzit që dikur shkaktonin emocione të forta, tek ti nuk kanë më të njëjtën fuqi mbi ty. Marrëdhëniet më të shëndetshme dhe më të balancuara lindin kur ke bërë këtë punë të brendshme. Do të fillosh të tërheqësh njerëz që pasqyrojnë pjesët e tua të integruara dhe të shëruara, në vend të plagëve të tua. Nuk do të kërkosh më të tjerët atë që të mungon brenda vetes, por do të krijosh lidhje të bazuara në tërësi të përbashkët. Dashuria e vërtetë është e mundur vetëm pas këtij udhëtimi të vetdijes. Kur do nga një vend i plotësisë dhe jo nga mungesa, marrëdhëniet e tua bëhen hapësira për rritje të ndërsjellë dhe jo varësi emocionale. Nuk ke më nevojë për dikë që të mbush boshllëqet e tua të brendshme, ti je i plot me veten. Pjesa e vetes që ti refuzon është ajo që po saboton marrëdhëniet e tua. Nuk mund të duash vërtet nëse nuk pranon çdo pjesë të vetes tënde. Mendo për aspektet e tua që nuk i pëlqen, për gjërat që i fshen nga të tjerët. Kjo është hija jote dhe derisa ta integrosh, do të vazhdosh të projektosh pasiguritë e tua te të tjerët. Për shembull, nëse arroganca e të tjerëve të shqetëson, mund të jetë sepse një pjesë e jotja ka frikë se do të perceptohesh si arrogant. Ose nëse ndihesh i tërhequr nga njerëz që të bëjnë të ndihesh i vogël, ndoshta sepse thellë në vete nuk ndihesh mjaftueshëm i madh. Këtu do të mësosh ta integrosh hijen tënde jo për të qenë perfekt, por për të qenë i tërë. Sepse vetëm kur përqafon çdo pjesë të vetes tënde, mund të duash dhe të jesh i dashur vërtet. Hija nuk është vetëm ajo negative brenda teje. Ajo përfshin edhe dhuntit dhe talentet e paeksploruara. Kur refuzon pjesë të vetes, fragmenton qenien tënde dhe krijon një barierë të padukshme që pengon lidhjen e thellë për të cilën ke aq shumë nevojë. Ky fragmentim të shtyn të kërkosh te të tjerët atë që nuk e pranon te vetja. Sa herë që gjykon ashpërdik, je përballë një pasqyre. Cilësia që të irriton aq shumë te një person tjetër është një tregues për diçka që ende nuk e ke përqafuar në vetvete. Kushtoj vëmendje reagimeve të tua më të forta, ato mbajnë brenda njohuritë më të vlefshme. Ndoshta përçmon cenueshmërinë të të tjerët sepse ke frikë nga brishtësia jote, ose ndoshta kritikon ambicien e tepruar sepse nuk i lejon vetes të përqafosh plotësisht dëshirën tënde për sukses dhe njohje. Hija jote shfaqet gjithashtu në tërheqjet romantike. Shpesh tërhiqemi nga njerëz që mishërojnë atë që ne e shtypim të vetja. Nëse ndihesh i tërhequr fort nga personalitete dominante, pyet veten a ka një pjesë të meje që dëshiron të shprehë më shumë fuqi dhe autoritet. Nëse vazhdimisht zgjedh partnerë që kanë nevojë për t'u shpëtuar, ndoshta je duke projektuar nevojën tënde të paplotësuar për kujdes dhe vëmendje. Sabotimi në marrëdhënie ndodh në mënyrë të fshehtë, por të qëndrueshme. Ndoshta ke frikë nga braktisja, prandaj tërhiqesh para se të largohen prej teje. Ose ke frikë nga kontrolli, prandaj refuzon çdo sugjerim nga partneri edhe kur është i arsyeshëm. Këto modele nuk janë të rastësishme. Ato janë mekanizma mbrojtës të hijes tënde të paintegruar. Integrimi i hijes kërkon guxim. Së pari, duhet të jesh i gatshëm ta shohësh atë pa e dënuar veten. Sa herë që ndjen një neveri të fortë ndaj diçkaje tek një person tjetër, pyet veten ku e gjej këtë të vetja, jo për të fajsuar veten, por për të kuptuar veten më thellë. Integrimi do të thotë gjithashtu të shprehësh aspektet e shtypura të vetes në një hapësirë të sigurt. Nëse ke shtypur krijimtarinë tënde, gjej mjedise ku mund ta shprehësh lirshëm. Nëse ke mohuar nevojën për lidhje, lejoje veten të jesh i ndjeshëm me njerëz që i beson. Me kalimin e kohës, këto pjesë të refuzuara më parë do të bëhen burime force në vend të forcave të pavetdijshme që sabotojnë marrëdhëniet e tua. Një ushtrim i fuqishëm është të shkruash një letër për hijen tënde.
Pranoje ekzistencën e saj, falenderoje për atë që ka provuar të japë dhe tregoje se je gati ta integrosh me dëmshuri. Kjo dialog ndërmjetëse mund të jetë fillimi i një pajtimi të thellë me veten. Bukuria e këtij procesi qëndron në një të vërtet paradoksale: duke pranuar errësirën tënde, bëhesh më i lehtë. Duke përqafuar papërsosmëritë e tua, bëhesh më autentik. Dhe kjo autenticitet është ajo që hap derën për lidhje të vërteta dhe kuptimplota. Marrëdhëniet më të thella dhe më përmbushëse ndodhin kur dy njerëz takohen në tërësinë e tyre dritë dhe hije, jo më të shtypura por plotësisht të integruara. Nuk ke më nevojë për dikë që të plotësoj, sepse je tashmë i plotë. Nuk i projekton më frikërat dhe pasiguritë e tua te partneri, por i pranoni si pjesë të vetes. Marrëdhëniet e tua nuk janë aty vetëm për të bërë të ndihesh mirë, ato janë aty për të ndihmuar të rritesh. Çdo konflikt, çdo veprim, çdo zhgënjim është një mundësi për të kuptuar më mirë veten. Nëpërmjet këtij procesi do të mësosh të shohësh dashurinë jo si një destinacion, por si një rrugë drejt vetdijes. Sepse derisa ta kuptosh këtë, do të vazhdosh të përsërisësh të njëjtat gabime. Për shembull, nëse vazhdimisht gjendesh në marrëdhënie ku ndihesh i braktisur, është sepse një plagë e vjetër e braktisjes ekziston brenda teje që po pret të shërohet. Nëse gjithmonë kërkon partner që të japin siguri, ka gjasa që një pjesë e jotja ndihet thellësisht e pasigurt. Këtu do të mësosh ta përdorësh dashurinë si një mjet për rritje, jo si një iluzion të paarritshëm që të zhgënjen. Kur e shohim dashurinë vetëm si burim lumturie dhe rehatie, humbim fuqinë e saj transformuese të thellë. Marrëdhëniet janë klasa më intensive e jetës, pasqyra më e qartë e botës sonë të brendshme. Çdo person që hyn në jetën tënde sjell një mësim specifik, dhe derisa ta mësosh atë mësim, modeli do të përsëritet fytyra të ndryshme, thelb i njëjtë. Këto modele në marrëdhëniet e tua nuk janë rastësi. Nëse sheh historinë tënde të dashurisë, do të gjesh fije të kuqe që lidhin përvoja që duken të ndryshme. Ndoshta tërhiqesh vazhdimisht nga njerëz emocionalisht të ftohtë, ose shpesh gjendesh në marrëdhënie me njerëz që duan të shpëtohen. Këto modele janë ftesa për vetë reflektim, shenja që tregojnë plagë të brendshme që kërkojnë njohje. Teoria e lidhjes na tregon se përvojat tona më të hershme me marrëdhëniet në fëmijëri formojnë modele që përsëriten në moshë të rritur. Nëse ke mësuar si fëmijë që dashuria është e paqëndrueshme, do të kërkosh në mënyrë të pavetdijshme të njëjtën paqëndrueshmëri në marrëdhënie të rritura, jo sepse të ndihmon, por sepse të duket e njohur. Të njohësh këto modele është hapi i parë drejt ndryshimit. Qëllimi i vërtet i dashurisë romantike nuk është të bëjë të lumtur, edhe pse lumturia mund të jetë një produkt anësor i bukur. Qëllimi më i thellë është të zbulojë aspekte të vetes që ndryshe do të qëndronin të fshehura. Në intimitet, frikërat e tua më të thella, mekanizmat mbrojtës dhe dëshirat e pathëna dalin në dritë. Kur lind një konflikt në marrëdhënie, pyetja më me vlerë nuk është kush ka të drejtë, por çfarë po më tregon kjo për veten time? Ndoshta acarimi yt i egzageruar ndaj një komenti të pafajshëm zbulon një pasiguri të rrënjosur thellë. Ndoshta nevoja jote për kontroll fsheh një frikë të thellë nga braktisja. Këto njohuri janë thesare për çdo që dëshiron vërtet të rritet. Edhe tërheqjet më të forta mbajnë një mesazh. Shpesh tërhiqemi nga njerëz që mishërojnë atë që ne e shtypim te vetja. Nëse admiron thellësisht lirinë e dikujt, kjo mund të jetë një shenjë që duhet t'i lejosh vetes më shumë liri. Nëse je i fascinuar nga krijimtaria e dikujt, brenda teje mund të jetë një artist ende i pazbuluar që pret të shprehet. Tërheqjet e tua më intensive janë harta që të drejtojnë drejt potencialit tënd të pashfrytëzuar. Zhgënjimet në dashuri, sado të dhimbshme, janë mundësi të jashtëzakonshme për rritje. Kur një marrëdhënie përfundon, ke dy zgjedhje: fajso tjetrin dhe përsërit modelin, ose shiko brenda vetes dhe pyet veten çfarë mund të mësosh nga përvoja. Si reagon përcakton nëse kjo përvojë do të bëjë të hidhur apo më të mençur. Dashuria e pjekur nuk kërkon përsosmëri tek tjetri, por rritje të përbashkët.
Dy njerëz nuk përqendrohen vetëm në lumturinë personale, por në evolucionin e përbashkët. Në një marrëdhënie të tillë, çdo sfidë shihet si mundësi për t'u zgjeruar, për të thyer kufizimet e brendshme dhe për të shëruar së bashku. Paradoksalisht, kjo mënyrë të menduari sjell një formë më të thellë dhe të qëndrueshme të lumturisë. Nuk varet më nga rrethana të përsosura apo një partner ideal. Përkundrazi, gjem përmbushje në procesin e zhvillimit tënd përmes pasqyrës që të tjetri të ofron. Transformimi fillon kur ndalon së thëni gjithmonë përfundoj me partner të gabuar dhe në vend të kësaj pyesësh pse vazhdoj të zgjedh këta partner, kjo ndryshim perspektive ta kthen fuqinë. Nuk je më viktimë e fatit apo e veprimeve të tjerëve, bëhesh krijues i vetëdijshëm i përvojave të tua në marrëdhënie. Të shohësh dashurinë si një rrugë për rritje kërkon guxim. Duhet të jesh i gatshëm të përballesh me të vërteta të pakëndshme, të vësh në dyshim besime të rrënjosura thellë dhe të lëshosh identitete që nuk të shërbejnë më. Por shpërblimi është i jashtëzakonshëm, marrëdhënie më autentike, vetëdije më e thellë dhe aftësia për të dashur nga liria e jo nga nevoja. Nëse e gjen veten në të njëjtat dinamika marrëdhëniesh vazhdimisht, përgjigjja ndodhet në nëndjen tënde. Këto modele që duket se përsëriten pafundësisht nuk janë rastësi, ato janë sinjale që tregojnë plagë që kanë nevojë për shërim. Nëse ndihesh i tërhequr nga njerëz që të bëjnë të vuash, është sepse një plagë e vjetër emocionale po kërkon vëmendje. Nëse gjithmonë kërkon partner që të vlerësojnë, do të thotë se një pjesë e jotja ende nuk ndjehet e denjë në vetvete. Sot do të mësosh si të identifikosh këto modele dhe si ta thyesh ciklin në mënyrë që të krijosh lidhje më të shëndetshme dhe më të vetëdijshme. Sepse derisa ta bësh këtë, do të vazhdosh të tërheqësh marrëdhënie që nuk të përmbushin vërtet. Modelet toksike të marrëdhënieve janë si cikle të padukshme që përsëriten me saktësi matematike në jetën tënde. Mund të ndëron partnerin, por dinamika mbetet e njëjtë. Kjo nuk është një ndëshkim nga fati dhe as rastësi, është rezultat i një programimi të thellë të brendshëm që vepron nga nëndia dhe ndikon në zgjedhjet e tua pa vetëdije. Këto modele shpesh marrin formë në fëmijëri, kur ke mësuar për herë të parë çfarë do të thotë dashuria dhe si funksionojnë marrëdhëniet. Nëse je rritur në një ambient ku dashuria ishte e lidhur me arritjen, ndoshta tani kërkon vazhdimisht vlerësim. Nëse afeksioni përzihej me kritik, ndoshta ndihesh më rehat në marrëdhënie ku ekziston gjithmonë një nivel konflikti. Shpreha e njohur, ajo që është e njohur ndihet e sigurt, shpjegon pse i përsërisim modelet e dëmshme. Truri yt kërkon atë që njeh edhe nëse ajo që njeh të shkakton dhimbje. Kjo është arsyeja pse shumë njerëz largohen nga një marrëdhënie toksike vetëm për të hyrë përsëri në një tjetër pothuajse identike. Hapi i parë për të thyer këto modele është zhvillimi i vetëdijes. Shiko historinë tënde të marrëdhënieve si një film. Cilat tema përsëriten? A ndihesh gjithmonë i braktisur? A ndihesh i tërhequr nga njerëz emocionalisht të paarritshëm? A humbet veten në marrëdhëniet e tua? Këto përsëritje nuk janë rastësore, ato janë tregues të plagëve emocionale të pashëruara. Pas çdo modeli toksik, marrëdhënieje qëndron një bindje kufizuese. Nëse tërheq njerëz që të tradhtojnë, mund të tregojë se në thellësi nuk beson se meriton besnikëri. Nëse shpesh ndihesh i kontrolluar në marrëdhënie, mund të jetë se nëndia jote nuk beson se je i aftë të drejtosh jetën tënde. Të njohësh këto modele është fillimi i transformimit të vërtetë. Këto bindje veprojnë si magnet të padukshëm që tërheqin përvoja që i konfirmojnë ato. Neuroshkenca na tregon se këto modele nuk janë vetëm psikologjike, por edhe të ngulitura në mënyrë neurologjike. Përmes përsëritjes së vazhdueshme, ke krijuar shtigje të forta neurale. Thyrja e këtyre cikleve kërkon vetëdije të vazhdueshme dhe krijimin e qëllimshëm të përvojave të reja që kundërshtojnë modelet e tua të zakonshme. Një ushtrim i fuqishëm është identifikimi i nxitësve të tu emocional, ato situata specifike që shkaktojnë reagime të tepërta. Ndoshta një vonesë e thjeshtë nga partneri yt ndes një frikë të thellë nga braktisja, ose një koment i rastësishëm për pamjen tënde ngjall një pasiguri të vjetër.
Këta nxitës janë dritare drejt plagëve të tua më të thella. Shërimi fillon kur ti merr përgjegjësi për modelet e tua. Kjo nuk do të thotë të fajsosh veten, por të pranosh rolin që luan në krijimin dhe mbajtjen e këtyre cikleve. Derisa ta shohësh veten si viktime e rrethanave apo veprimeve të tjerëve, do të mbetesh i bllokuar në përsëritje. Ndryshimi i vërtet ndodh vetëm kur e pranon përgjegjësinë tënde. Për të thyer këto modele, është thelbësore të rilidhesh me trupin tënd. Varësia ndaj marrëdhënieve funksionon në mënyrë të ngjashme me sjelljet e tjera të varura. Ka sinjale fizike që paraprin disa përgjigje kompulsive. Mëso si ndihet në trupin tënd tërheqja ndaj modeleve toksike, qoftë si një emocion i fortë, një ndjenjë e re me sigurie, apo një rehati e njohur. Kur ti vërej këto ndjesi në mënyrë të vetëdijshme, mund të ndalosh së reaguar automatikisht dhe në vend të kësaj të bësh zgjedhje të vetëdijshme. Një hap vendimtar është vendosja e kufive të qartë, jo vetëm me të tjerët, por edhe me veten. Nëse ke prirje të humbasësh veten në marrëdhënie, krijo rituale që ruajnë lidhjen tënde me veten. Nëse ndihesh i tërhequr nga personalitete narcisiste, përcakto saktësisht cilat sjellje nuk do t'i tolerosh më. Kufit janë akte dashurie ndaj vetes që thyen ciklet shkatërruese. Transformimi i vërtet ndodh kur ke guximin të zgjedhësh diçka të re, edhe nëse në fillim ndihet e panjohur apo e pakëndshme. Nëse je mësuar me dramë dhe intensitet emocional, një marrëdhënie e qetë dhe e qëndrueshme mund të duket e mërzitshme fillimisht. Ai parehati fillestare është normale. Ti po krijon shtigje të reja neurale, mënyra të reja për të përjetuar afërsinë dhe lidhjen. Mbaje mend, thyrja e modeleve të vjetra nuk është një ngjarje e vetme, por një proces i vazhdueshëm. Do të ketë momente kur i kthehesh pas, kur e kaluara të josh sërish. Por sa herë që e njeh ciklin dhe zgjedh vetëdijshëm një rrugë tjetër, ti forcon realitetin tënd të ri. Neuroplasticiteti punon për ty, me çdo vendim të ri të vetëdijshëm, ti formson trurin tënd në mënyrë të re. Qëllimi i vërtet nuk është përsosmëria në marrëdhënie, por vetëdia që të jep lirinë për të zgjedhur me të vërtetë. Pasi të mos udhëhiqesh më nga kushtëzimet e pavetëdijshme, ti mund të krijosh marrëdhënie që pasqyrojnë vetveten tënde aktuale, jo plagët e së kaluarës. Vetëm atëherë mund të duash, jo nga mungesa apo varësia, por nga tërësia dhe liria. Dashuria e vërtet nuk është diçka që e gjen, është diçka që e krijon. Kur e do veten pa kushte, dashuria pushon së qeni diçka që e kërkon dhe bëhet diçka që ti je. Ky vetëdijsim ndryshon gjithçka, sepse derisa ta kuptosh këtë, do të vazhdosh të kërkosh jashtë vetes për diçka që mund të gjendet vetëm brenda. Dashuria nuk është diçka që e jep apo e merr, është diçka që je. Dhe kur jeton nga ky gjendje, marrëdhëniet e tua pushojnë së qeni burim vuajtjeje dhe bëhen shprehje autentike e qenies tënde të brendshme. Sepse dashuria nuk është një destinacion, është një rrugë. Ne jemi rritur me besimin se dashuria vjen nga jashtë, një forcë që na gjen nëse kemi fat. Sa e bukur që mund të duket kjo narrativ romantike, ajo na vendos në një gjendje pasiviteti dhe varësie. Ne presim të zgjidhemi, të shikohemi dhe të duhemi. Por kjo perspektiv nuk e kupton natyrën e vërtet të dashurisë. Dashuria e vërtet buron nga brenda teje si një burim i pafund, nuk është diçka që duhet ta marrësh nga një person tjetër. Derisa të mbështetesh te burimet e jashtme për të përjetuar dashuri, do të mbetesh i bllokuar në një cikël mungese. Si një enë me çarje, asgjë nuk do të mbushë vërtet, sepse dashuria që vjen nga jashtë është gjithmonë e përkohshme, me kushte dhe e kufizuar nga kapaciteti i dikujt tjetër. Transformimi i vërtet fillon kur kupton se ti je burimi kryesor i dashurisë tënde. Nuk ke nevojë për leje për të dashur veten. Nuk ke nevojë të përmbushësh kushte apo të provosh diçka. Dashuria për veten nuk është shpërblim për përsosmëri, është e drejta jote e lindjes, gjendja jote natyrore. Kur shem barierat që ke ndërtuar kundër vetes, praktika e dashurisë së pakushtëzuar për veten bëhet një akt revolucionar në një botë që të ka mësuar të vlerësosh veten sipas produktivitetit,
mirëpamjes apo suksesit. Do të thotë të nderosh veten njësoj në dështim dhe në triumf. Do të thotë të flasësh me veten me të njëjtin dëmshuri që do t'ia ofroje një miku të dashur. Do të thotë të njohësh vlerën tënde të brendshme, pavarësisht nga miratimi i jashtëm. Ndërsa kultivon këtë marrëdhënie dashamirëse me veten, edhe dinamika e marrëdhënieve të jashtme fillon të ndryshojë. Nuk i afrohet më të tjerëve nga mungesa apo boshllëku i brendshëm, por nga një ndjenjë tërësie. Nuk kërkon më tek të tjerët atë që mendon se të mungon brenda vetes, përkundrazi, ndan bujarisht atë që tashmë bart brenda. Ironia e bukur është kjo: në momentin që ndalon së kërkuari me dëshpërim dashurinë, bëhesh i aftë ta përjetosh më thellë. Marrëdhëniet e tua bëhen hapësira për rritje, jo për plotësim. Nuk kërkon më dikë që të bëj të lumtur, ndaje lumturinë që tashmë e ke kultivuar. Nuk pret nga dikush tjetër të shërojë plagët e tua, edhe pse mund të rriteni bashkë. Nuk mbështetesh më te të tjerët për të ndjerë vlerën, edhe pse e vlerëson njohjen e tyre. Kjo zhvendosje ndryshon natyrën e tërheqjes tënde. Kur vepron nga ndjenja e pamjaftueshmërisë, ndihesh i tërhequr ndaj njerëzve që pasqyrojnë plagët e tua të papërpunuara. Kur vepron nga tërësia e brendshme, tërheq njerëz që rezonojnë me dashurinë tënde për veten. Është ndryshimi midis tërheqjes bazuar në varësinë emocionale dhe asaj që lind nga përputhja e thellë. Dashuria e vërtetë për veten nuk ka të bëjë me narcisizmin, është e kundërta. Narcisizmi buron nga pasiguri e thellë, një boshllëk i brendshëm që kërkon vazhdimisht të mbushet me vërtetime nga jashtë. Dashuria e sinqertë për veten do të thotë të njohësh dhe nderosh njerëzoren tënde të plotë. Të lejon të shohësh të tjerët më qartë dhe me më shumë dëmshuri, sepse nuk projekton më në mënyrë të pavetëdijshme nevojat e tua të papërmbushura mbi ta. Një praktikë transformuese është kultivimi i vetëdijshëm i dëmshurisë për veten. Kur shfaqen emocione të vështira si frika, trishtimi, zemërimi apo turpi, mos i shtyp apo gjyko ato. Përkundrazi, përballu me to me pranueshmëri. Ato nuk janë gabime për t'u korrigjuar, por pjesë e përvojës tënde njerëzore. Ky pranim radikal i vetvetes jo vetëm që ndryshon botën tënde të brendshme, por transformon edhe marrëdhëniet me të tjerët. Mbaje mend, dashuria nuk është një destinacion përfundimtar që e arrin një ditë, është një praktikë e përditshme. Do të ketë ditë kur është e vështirë ta duash veten, kur rikthehen modelet e vjetra të kritikës. Mos lejo që kjo të dekurajojë. Çdo moment vetëdije është një mundësi për të zgjedhur sërish dashurinë. Çdo herë që kthehesh te vetja pas një çasti shkputjeje, forcon kapacitetin tënd për dashuri autentike. Paradoksi më i madh është ky: në momentin që ndalon së kërkuari dashurinë jashtë vetes, e kupton se ajo ka qenë gjithmonë aty. Si një peshk që kërkon me dëshpërim oqeanin ndërsa tashmë noton në të, je i rrethuar nga dashuria, vetëm duhet ta njohësh. Detyra jote nuk është ta gjesh dashurinë, por ta njohësh, ta lejosh dhe ta shprehësh, së pari në lidhje me veten, dhe pastaj në mënyrë natyrale në gjithçka përreth. Ky është sekreti që mistikët dhe të urtët kanë ndarë për shekuj me radhë. Dashuria nuk është diçka që bën, është ajo që je. Dhe kur jeton nga kjo e vërtet, çdo marrëdhënie, çdo takim, çdo moment bëhet shprehje e kësaj thelbi më të thellë të qenies tënde. Dashuria nuk është një çmim që duhet ta fitosh përmes përsosmërisë. Ajo është një gjendje që lind kur e pranon veten plotësisht, me gjithë dritën dhe hijen tënde. Askush nuk do të dojë më thellë se sa mund ta duash veten. Dhe ky është çelësi. Kur ta kuptosh këtë, dashuria pushon së qeni një kërkim, bëhet një shprehje natyrale e asaj që je. Nëse dëshiron të mësosh më shumë për të transformuar jetën tënde nga brenda, regjistrohu në kanalin dhe aktivizo njoftimet. Dhe mbaje mend, dashuria nuk është diçka që e gjen, është diçka që e krijon. Dhe kjo udhëtim fillon sot. Faleminderit që ishe me mua në këtë rrugëtim. Shihemi në videon tjetër. Deri atëherë.